Duke arritur qëllime të vogla do të ndihesh më i sigurt dhe do të ndërtosh vetbesimin gradualisht. Pranoje kush je dhe ku je në jetën tënde. Çdo person ka rrugën e vet unike. Shikoj dështimet si mundësi për të mësuar dhe për të përmirësuar në të ardhmen më fuqishëm në të ardhmen. Duke mësuar gjëra të reja dhe duke përmirësuar aftësitë tua, do të ndihesh më i sigurt. Zëvendëso fjalë negative me ato pozitive dhe inkurajuese, bëhu mikja më e mirë e vetes. Ushtrimet e rregullta fizike mund të ndihmojnë të përmirësojnë humorin dhe vetbesimin. Rretho me njerëz që të mbështesin dhe t'inkurajojnë në rrugtimin tënd. Mos harro, njohuria është fuqi dhe sa më shumë të dish, aq më e sigurt do të ndihesh. Provo gjëra të reja dhe dil nga zona e komfortit për të forcuar vetbesimin. Dhe duke qenë falënderuese për atë që ke dhe për atë që ke arritur, më beso do të ndihesh më e mpushur. Pozitivisht.